Të dashur shqiptar, ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Në një emision televiziv të quajtur në anglisht The Tea ose Çaji në shqip, një personazh shumë i njohur i botës kompjuterike në Angli, nga një universitet i famshëm, është tallur me shqiptarët dhe me diellën. Dhe ai tha që një sistem i tillë nuk mund të funksionojë. Është komplet një lojë për popullin shqiptar dhe tregoi se si në vendet e lindjes, për shembull Polonia, këtu ku jam unë, çdo gjë po bëhet automatike. Janë dyqane komplet automatike që futesh me një kartë që ti e blen dhe ka identitetin tënd. S'ka asnjë shitës, është komplet 24 orë. Në çdo moment mund të blesh çdo gjë. Po ashtu në Poloni janë krijuar trena pa shofer, janë komplet automatik. Punojnë gjithashtu gjatë gjithë kohës. Ka gjithashtu makina që punojnë pa shofer, si në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si në Kinë, janë komplet automatike, pa shofer. Pra kjo është inteligjenca e vërtet kompjuterike dhe jo diella e shqiptarëve. Ministria e diellës, madje presidenti i Rusisë është tallur me shqiptarët, duke thënë që ata janë të paaftë vetë qeverisen dhe kanë vendosur të përdorin një kompjuter shtëpie. Sepse kjo është diella, është një server në ministri, është një kompjuter. Do të thënë është një mashtrim shumë i madh. Inteligjenca kompjuterike është kaq e fuqishme sa që nuk ke nevojë të ngresh një data center, që i thonë në anglisht, ose në shqip një superkompjuter. Inteligjenca kompjuterike është bërë kaq e zgjuar sepse ajo ndërtohet mbi inteligjencat të tjera të mëparshme dhe bëhet gjithmonë dhe më efektive, duke përmirësuar gabimet e mëparshme dhe po rritet në mënyrë eksponenciale, po rritet inteligjenca kompjuterike dhe është e aftë që të funksionojë në një laptop të zakonshëm. Ose Apple, ose një laptop me Windows, ose me Linux, dhe nuk ka nevojë fare për data centers. Dhe Elon Musk, Mark Zuckerberg po i bien kokës me grushta sepse kanë harxuar miliarda dollar për të ngritur data centers. Edhe Nvidia është penduar shumë që ka investuar kaq shumë dhe kjo quhet flucka e inteligjencës artificiale, sepse janë të panevojshme pra këto datat, këto superkompjuterat të ngritura në Shtetet Bashkuara të Amerikës, komplet panevojshme. Inteligjenca kompjuterike është kaq e aftë sa që mund të funksionojë në një laptop të zakonshëm. Prandaj ju lutem, menjëherë hiqeni diellën, të dashur socialist, sepse po turproheni, po bëheni objekt tallje kudo, edhe në Perëndim, por edhe në Rusi, në Kinë. Tak. Nie, nie zgłaszamy. Nie za co. Kështu që njerëzit po më pyesin se çfarë po regjistroj, janë pak të trembur se mos i regjistroj ata. Në fakt unë thjesht po regjistroj për juve. Më kanë pyetur disa herë sot, duke ndërprer filmin. Pra, përfundimisht, i lutem të gjithë socialistëve që ta heqin diellën. Siç e shikoni, Varshava është një qytet shumë i bukur dhe këtu ka makina automatike pa shofer, ka dyqane automatike pa shitsa, çdo gjë në mënyrë robotike, paguhet në mënyrë sa futesh në dyqan, karta fillon dhe paguan. Kur ti merr diçka. S'ka nevojë për shitsa. Edhe trenat janë pa shofer. Ndërsa me avionët prej kohësh, avionët mbajnë pilot, por avioni udhton në mënyrë automatike, ju nuk e dini. Piloti është aty thjesht për ndonjë avari të jashtëzakonshme, por udhtimi është i përcaktuar. Se po të mos ishte i përcaktuar, do ndodhin me mira aksidente. Pra,
largësia nga një avion tjetër është kaq e vogël sa që njeriu mund të bëjë gabime. Vetëm kompjuteri e mban drejtimin e avionit dhe rrugën pa gabime. Prandaj, ju lutem, për herë të fundit, hiqeni diellën të dashur socialist, sepse në çdo bisedë intelektuale sot në internet, Shqipëria përmendet si një rast qesharak, rasti i diellës. Dhe pranoni që jam shumë i bukur. Kur them i bukur, jo thjesht nga paraqitja, por përpiqem që zgjuarsinë time, domethënë ta ndaj me juve, nuk dua që ju të bëheni gazi botës. Pra, funksioni im nuk është thjesht për gjuhën shqipe, funksioni im ka ndryshuar, tani ne kemi hyrë në një fazë tjetër, ndryshimin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, përfundimisht. Nuk do turprohemi më, nuk do ja lëm në veten të na drejtojnë ca njerëz nga Pradeshi, shumë e turpshme, në shekullin e 21. Ju lutem, hiqni dorë nga pellazgët nga Pradeshi, me gjithë zemër. Ju përshëndes, mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pra sot kemi mësuar që ekzistojnë sisteme automatike në vendet e lindjes, në Kinë, në Rusi, ndërsa në Shqipëri është ngritur Ministria e Diellës që funksionon në një kompjuter të vetëm, që mund ta regjistrojë diellën çdo njeri, është si një software, si një program, është turp. Ne e quajmë ministri. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Ju përshëndes.